Do të vijmë me të tjera materiale të nderuar teleshikues. Gjykata e posaçme ka shpallur vendimin për koncesionin e sterilizimit me njëherë në lidhje të drejtë për drejtë me gazetaren Glidona Danci nga GKK-ja në këto momente. Të përshëndes Glidona, atëherë vendimi i gjykatës dhe cilat janë masat që vendosi. Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar e NITA ka shpallur vendimin se takon koncesionin të sterilizimit të seteve kirurgjikale vetëm për pjesën e personave të cilat kanë shkuar me procedurën e gjykimit të shkurtuar, duke qenë se ish ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj ka zgjitur të shkojë me procedurën e gjykimit të zakonshëm dhe është i ndarë nga pjesa tjetër e personave, ndaj të cilëve prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar kishte firmosur urdhë arrestet dhe kishte ngritur dhe akuzat. Përkatëse gjatë zhvillimit të kësaj seance, gjykata ishte tërhequr vetëm për shpalljen e vendimit, e cila kryesohej nga gjyqtari Bibi Ndreca dhe antare Elsa Ulliri dhe Flora Hajredini. Gjatë këtij momenti, gjykata e posaçme relatoi që Klodian Rjepaj të dënohet me 6 vite burgim për shkak të gjykimit të shkurtuar me 4 vite heqje lirie. Ilir Rapaj 6 vite me gjykim të shkurtuar 4 vite. Marcela Seriani 3 vite 6 muaj burg për shkak të 1/3 e dënimit dhe përfundimisht në 2 vite 4 muaj dhe heqjen e masës së sigurimit arrest në shtëpi pasi e ka shlyer dënimin gjatë kohës që ka qëndruar në masën e sigurimit. Po ashtu Sajmir Kadiu 3 vite 6 muaj burgim për shkak të gjykimit të shkurtuar 2 vite 4 muaj dhe heqjen e masës së sigurimit të caktuar në ngarkim të tij, theksoi gjykata, nëse nuk është i procedura apo i ndaluar për një tjetër çështje penale, ndërsa për Petrit Mersinin gjykata kërkoi po ashtu 3 vite 4 muaj burgim me gjykim të shkurtuar 2 vite e 4 muaj dhe gjithashtu nga ana tjetër pezullimin e dënimit me burg dhe konvertimin në shërbim prove, duke vendosur Petrit Mersinin në shërbim prove për 24 muaj. Arben Gjata u dënua me 3 vite 6 muaj burg për shkak të gjykimit të shkurtuar 2 vite 4 muaj heqje lirie, pezullim të dënimit me burg dhe konvertimin në 24 muaj shërbim prove. Genc Byrazeri u dënua me 1 vite 6 muaj burgim për shkak të gjykimit të shkurtuar. Ati ulet 1/3 e dënimit dhe përfundimisht u shpall fajtor dhe u dënua me 1 vit burgim, pezullimin e dënimit me burg dhe konvertimin në orë pune në interes publik prej 80 orësh dhe këto të cilat do duhet të shlyej në një periudhë prej 6 muajsh duke vendosur në kontakt me shërbimin e provës. Naila Ayazi po ashtu u dënua me 1 vite 6 muaj burgim dhe për shkak të gjykimit të shkurtuar 1 vit burgim, pezullimin e dënimit me burg, theksoi gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe konvertimin në shërbim prove për 2 vite. Ndërsa sa i takon akuzave për grup kriminal, e cila ishte ngritur në ngarkim të Ilir Beqajt, zëvendësit të tij Klodian Rjepaj dhe biznesmenit Ilir Rapaj, gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar për këta dy të fundit i shpalli të pafajshëm dhe për këtë arsye u dënuan për vjedhje duke shpërdoruar detyrën dhe falsifikim të dokumentave. Koncesioni i sterilizimit ka qenë një nga koncesionet të cilat është më shumë i debatuar sa i takon zhvillimeve që ka pasur për sterilizimin e seteve kirurgjikale, ku dyshohet që ka pasur një dëm të konsiderueshëm buxhetit të shtetit, ku marzhi i këtij koncesioni u fry të paktën, pretendonte në atë kohë gjyqtari i seancës paraprake dhe gjyqtari i cili caktoi masat e sigurimit, është ka pasur një fryerje në masën 56% të seteve të sterilizimit, duke qenë se një pjesë e pajisjeve ishin në Shqipëri dhe nuk ishte nevojë të zhvillohej një koncesion për t'ju dhënë privatit, por mund të ishte bërë fare mirë nga punonësit e institucioneve ose spitaleve të cilat përdorin setet kirurgjikale për të kryer ndërhyrjet, ndërkohë që nga ana tjetër personat të cilët janë shpallur fajtor në shkallë të parë, por gjithsesi ata do të quhen të fajtor ose të pafajshëm vetëm në rast se do të shpallet vendimi në gjykatës së posaçme të apelit. Ata kanë pretenduar se sterilizimi i seteve kirurgjikale apo koncesioni i sterilizimit ka qenë një nga gjërat më të mira që është vendosur në shëndësi, pasi ka ulur ndjeshëm numrin e infeksioneve të pacientëve të cilët kryenin ndërhyrje kirurgjikale, ndërkohë që nga ana tjetër gjyqtari i cili ka caktuar masat e sigurimit Erion Bani gjatë zhvillimit të hetimeve në lidhje me këtë çështje apo kontrollet dhe filtrave të cilat ai i është nënshtruar, pretendonte që ka pasur një rritje dhe një fryrje të madhe sa i takon sterilizimit të seteve kirurgjikale, po ashtu nga ana tjetër ai pretendonte që të gjithë kanë bashkëpunuar dhe Ilir Beqaj dhe Klodian Rjepaj ka qenë në konflikt të hapur interesi me biznesmenin Ilir Rapaj për shkak të marrëdhënieve miqësore. E qartë. Të falenderoj atëherë Glidona për gjithë informacionet që na përsollën në lidhje drejt për drejt në këtë raportim. Ishëm me gazetaren Glidona Danci, të nderuar teleshikues, nga gjykata e posaçme mbi çështjen koncesionin e sterilizimit, pra është marrë vendimi i gjykatës, janë dhënë dhe masa.